të parë të emisionit dhe kam kënaqësinë që me mua në studio është eksperti i komunikacionit Bekim Ahmeti. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se gjej. Po ashtu, përmes një video lidhje me Viber, kam kënaqësinë të kem edhe Besart Morina, inspektor i motorëve. Besart, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, her pas here kemi raportime për aksidente në komunikacion që përfshin motorët. Sa janë, mund të themi, shkaqet kryesore që vinë deri tek aksidente të tilla? Po, jo veç të motorët, po çdo kënd në komunikacion, problematika kryesore që ndron të mospërshtatja e shpejtësisë së lëvizjes. Thonë ndryshe... Pra kjo vazhdon të jetë arsyeja kryesore. Po, një prej arsyeve më kryesore të mundshme, se pastaj ka dhe elemente tjera. Për shembull, përveç shpejtësisë së lëvizjes është mosdhënia përparësisë të kalimit, mos respektimi i sinjalizimit horizontal dhe vertikal. Do të thotë ka raste kur te i kalohet në vit plot, apo thonë ndryshe ndërrohet drejtimi i lëvizjes aty për aty. Kurse te rasti i motorëve kemi më shumë dome se sa te automobilat, për arsye se automobilat... Pra rreziku për jetë është më... Po, arsyeja është që motorët janë më të ekspozuar ndaj rrezikeve, arsyeja është se nuk kanë masë mbrojtëse përveç helmetës. Do të thotë janë trupi i njeriut është tërësisht i ekspozuar, së rezultati i kësaj kur goditet me mjete të forta, domet shkaktohen, plagët janë më të mëdha. Kurse te automobilat ndryshon për arsye se ka kabinë. Edhe automobilat kanë ndryshuar prej vitit në vet për arsye se në të kalumen automobili është bazuar thjesht tërësisht në karroseri. Tash jo, karroseria është më e butë, po e ka një kafazë e cili e mbron trupin e njerit. Do thotë kanë shku ka karroseria më e lehtë, e pajisjet mrena janë mbrojtëse, më shumë kanë shipka ose kanë pajisjet formë të pllokave të metalta që e mbrojnë shoferin apo edhe pasagerët që janë në automobil. Kurse të motorat, përveç motocikletave, përveç helmetës nuk kanë element mbrojtës, gjithë çka është më e rënda që kisha dashur me theksu është se shumicën e rasteve qytetarët apo ngasësit janë pa vetëdijshëm se çfarë dëmesh mund të më shkaktojë motori. Arsyeja është që një pjesë e tyre që kom pas rastin me pa në ekspertiza është se nuk kanë as patent shofer. Motori nuk ka sigurim, as ka regjistrim. Do të thotë marrin motorin dhe marrin si të thjesht, gjë që nuk është ashtu sepse do të minushtruhe provimit për patent shofer. E për këtë pjesë do të na tregoj edhe Besart se sa janë të përgatitur në fakt kandidatët për të vozitur një motor në bazë të eksperiencës tënde. Përshëndetje. Shumë pjesëmarrësit në komunikacion nuk kanë informacione për motocikletat, si duhet me vozit dhe me çfarë kategorie duhet me vozit. Kështu që ato që ka foli parafolsi, ato që ndrojnë shumë saktë në komunikacion, se motocikleta është ekspozuar me automjetet dhe shoferi shpeshherë çdo goditje është pasojat i ka në trupin e vet. Për informacione motocikletave, shpeshherë komunikacion kemi shumë vetura që nga rruga dyqësore kyçen në rrugën kryesore pa çfarë sinjalistike, kjo bën shumë të vështirë vozitjen e motocikletave në Kosovë. Edhe ndrimi i shëritave i shpesht pa arsye, pa tregues, kështu që në komunikacionin tonë përlypet një vetësim ende për motocikletat, gjë që jemi të bën vazhdimisht me shok motorist. Për pjesën e motocikletave, kjo shalut të gjithë motocikletat të janë në pajisje mbrojtëse, helmetën patjetër, veshmbathja të jetë sa më e sigurt, se çdo herë kontakti jonë është me mjetet ose me rrugën. Kur vinë pra persona që janë të interesuar për të vozitur motocikleta ose motor në këtë rast, sa janë të interesuar në fakt të jenë të përgatitur për të dalur në rrugë, kur vinë pra të pajisen me patent shoferi dhe nëse është rritur pra edhe numri i kërkesave të tilla, meqense e kemi parë mbas të raportimeve që shpesh herë personat që vozitin motocikleta ose motor nuk kanë edhe patent shofer. Ka filluar të jetë një vetëdisim?
po ka fillu të jetë vetëdijsim dhe kampanjat e policisë janë të mira për momentin, ka shpesher vetëdijsime, po ka dhe gjoba të mira në trafik për momentin, edhe konfiskim motocikleta, cilat janë qishta pa regjistrim, pa kontrollune teknikisht, shoferët e cilat nuk kanë pajisje, nuk kanë patent shofer, mendojnë që me kategorinë B mund vozin motocikletat mbi 50 kubik, e cila e ndalon për me vozit një motociklet e cila të kalon kubikazhën mbi 50 kubik, duhet jesh i pajisur me kategorinë përkatëse. Varet nga fuqia e motocikletës e cila është. Kështu që ka fillu një vetëdijsim edhe i prindve për fëmijët e tyre në moshën 16 vjeçare mi pajisje me patent. Kështu që ata po bëhen shoferë shumë të ri dhe shumë të aftë për rrugë, po janë të vetëdijshëm, mënyra e informimit me telefona është shumë e mirë si duhet me vozit një motociklet, instruksionet me instruktorin janë shumë të sakta dhe shumë të mira, edhe shoferat e ri në rrugë po fillojnë të jenë, por një kohë ka qenë problematik të gjithë pa regjistrim, të gjithë pa patenta. Edhe shpesh edhe pa helmeta. Kjo ka qenë edhe mjaft problematike sepse helmetat bazë dhe të aksioneve të ndryshme të policisë kanë filluar vazhdimisht të përdoren tashmë kohëve të fundit, meqenëse se në kaluarën janë përdorur mjaft pak. Po të flasim tani edhe për infrastrukturën. Si e kemi në fakt infrastrukturën në vendin tonë për një person që dëshiron të ngas motociklet. Sa janë rrugët tona të përgatitura edhe për persona që ngasin motocikleta, këtë rast motor, në krahasim do shta temi me vendet e rajonit ose të Evropës? Nuk kisha thonë që është problem infrastruktura, sa është problem mentaliteti. Na vujmë për një mentaliteti i cili na përcjell për i vitin vetë. Nuk heket, është shumë vështirë. Në për Evropë vende tjera jenë merë shumë me çështjen e kësaj. Arsyeja ka qenë për shembull konventa e Vienës i ka shkollu qytetarët prej nivelit parashkollor deri te ai para universitar me çështje të komunikacionit. Thonë ndryshe e ka bërë si një landë mrena shkollave fillore dhe të mesme për vetëdijsim qytetar në raport me komunikacione. Te na nuk kem nevojë me pas kursi të veçantë për motora. Na duhet me pas kursi të veçantë për biciklista, që Prishtina nuk e ka. Na duhet me pas veç zona të caktuara. Trotuar, jo, motori lviz njëjtën kursi ku lviz automobili. Mirë po, qytetarët cilët janë me automobil, duhet kenë shumë konsiderat për ata me motor. Motorin, na thojmë komunikacion edhe biciklistin, thuj se ku ta prekshe vret. Pastaj, distanca e anashkalimit, ose te i kalimit, kur dësh me te i kalu një biciklet, minimum është 1,5 metra. Nuk guxon t'ja afrohemi ma afër, se gjasat janë për me godit edhe shumicën e rasteve vdesin këta. Në biciklet edhe me motor. Mirë po, në shoh shumë herë që qytetarët nuk kanë kurfar respekti për motoristat. Me kesardhje është kjo, sepse nuk e din këta që e dim na, po as donë me ditë. Se që është një shpërthillje në komunikacion nivel veni, se që nuk mundesh me marrë me men. Unë djejsha një udhkryq aty ku banoj afër, edhe e analizojsha pe i komplet qytetarëve, askush nuk e respektoj dritën e kuqen samafor pe i komsorëve. Kjo është të tërpshme. Edhe është skandaloze dhe shumë shqetësuese. Drita e kuqe, kur është në samafor, pavarësisht a ka automjeta, s'ka t'i dush mund dalë, se është rregull. Këta nuk dojmë me bona. Ose e kem këthy të banesa ku banojën, e kem këthy rrugën një kaje, askush pe i banorëve nuk e respekton. Pse thët se ma shkurt? Po nuk është në rregull kjo se që kjo mendësi është çdo kënd nivel veni. Edhe boj kem bo thirrje, bile pe i studios t'juj shumë kem bo thirrje. Edhe ju falenderoj. More thirrje dhe vetëdijsuese. Është shumë shqetësuese kjo. Me hy njeriu kombësor në dritën e kuqe. Ose mos me respektue rrugën nikahore. Po kjo e çka respekton? Jo nësë po pengoj shumë. Jo po pengon shumë ti. Se ti si i disiplinum ndaj qësoj që ka shteti ka vënu regula. E tani këtheu në anën tjetër.
a i ke vrejt policinë të onde, a i tënë ditën gjobit njerëz që se vënojnë rripin e sigurisë, vetë ka këthejet në shpi me kërë privat nuk e vënën për veti. E kuptën? Ose për shembull ka pas raste s'kam pas vetë sigurim, edhe regjistrim të ditën ka denu për qatë punë, vetë s'ka pas me automjet vetin. Është shumë shqetësuese policia e Republikës tonë. Për arsye se tash anën tjetër pozitive, është një polici shumë e mirë në aspektin e korrupsionit. Ne kena policinë më të pakorruptuar në vend, më të demelit mundshme. Apo kupton? E kjo është që vret për ditë. Na duhet me konë shumë të reptë në këtë aspekt. Dikush thotë nuk rregullohet me gjoba komunikacione. Në shko kallëzon Austrite, në Gjermani dhe në Zvicër. Shko thuj që shto ti. Shko ti thuj Austriakut nuk mundesh më dënu mu se su në rregullon komunikacione me gjobë, për ne ora 20 se kanë lëshu njerin. Se ka thonë si kije me pagu dënime. Po nuk është në rregull kjo kështu. Kjo është jashtëzakonisht shqetësuese. Po të dje barometër më të mirë nuk ka. Në lutitani e ki, të motociklistat e ki, aj kur dhe del në komunikacion, përveç që e dëmëtë vetë vetën e vetë, aj e dëmëtë në dhe tjetërën, për arsye se aj tjetërë duhet më mërë me gjëgje, me ekspertize, me mjeke, hinë shumë faktorë këto, edhe kemi bo thire pe studios të uj. O aman, nuk shkon kja mo kështo, po nuk i kanë fajet këta, fajet i kanë institucionet tona, cilat, Ministria Komunat, që nuk vendosin radar, në për rrugë, kemi bo thirrje tash 10 vjetë për radar mobil, edhe statik, edhe kamera. Tash 10 vite kemi bo thirrje. Edhe prap se prap nuk bo. Tash kamerat që jenë vendosën e për qytet, unë e kam përshtypjen që nuk lezohem fare me kërkujt. Ato muj me marrë informacione, po kush është shqiptu, kujna ju murë patent shoferi. Pe kamere se kam fjallën. E një punë më të mirën që ka bo komuna e pëmënej policia Kosovës, tash së fundi është që ka hynë në funksion që vjen mrapa me automobil e ingjizon personin i cili thënë rregullat e komunikacionit ose kufizimin e shpejtësisë, edhe pastaj të vjen gjoba në shtëpi. Kjo është e mirë shumë. Mirë po prap nuk e zavenson inteligencën artificiale. Më falë se nështë e zgjata pak, po... Patjetër do të diskutojmë për këto, prandaj nuk ndërpreva sepse shumicën e pyetjeve që do t'i bëjmë në vazhdim do të flasim pikërisht për këto që i thatë dhe i përmbledhët mirë. Do të kalojmë tek Besarti, do doja Besart të na njoftoje se cilat janë procedurat pra që duhet t'i ndjek një person për të pajisur me patent për motociklet. Dhe sa kohë i nevojitet taman që ai të jetë i gatshëm për të dalë në rrugë dhe të jetë i sigurt për veten, por edhe për personat e tjerë që janë pjesë e komunikacionit. Për mu pajis me patent shofer të kategorisë A, duhet të dihet mosha e personit, në varësisht 16 vite deri 18 është kategoria A1, e cila përfshin motocikleta deri 125 kubik. Mos kemi keq informacionin në publik për shkak se pe keq interpretojnë to. 16 vite deri 18 vite kategoria A1 deri 125 kubik. Kalojmë te ata të cilët kanë mbush mbi 18 vite, është kategoria A2, e cila përfshin motocikletat të cilat nuk te kalojnë 35 kV. Në momentin që të kalon 35 kV, atëherë është kategoria A, e cila i duhet të ketë se poku 2 vite të kategorisë A2 ose 24 vjetë moshës. Për mu pajis me patent, duhet të ketë një kontroll të rregullt të mjeku, i cili të ordinancat që janë certifikune, me certifikat duhet shkuhet në autoshkollë, e cila është e pajisën për këto kategori përkatëse. Për më koha e cila i duhet, parafërsisht është 2 muaj e gjys total deri patent shofer në kushte normale. Varësisht ka njerë ku ka të lovi për shkak të ngarkesës më të madhe severa e ban më të ngarkuar në këtë pjesë, atëherë vozitja mund të ikë pak më larg, por nuk është diçka jo shumë e pa kapshme për dikant që ka interes të jetë shofer në komunikacion. Mas të regjistrimit i njeh instruksionet, ligjëratat adekuate dhe orët adekuate të cilat janë në komunikacion. Unë si instruktori i motocikletave, ju kisha lutë të gjithë ata të cilët dojnë të jenë pjesë e kësaj e motocikletave, si shofer i motocikletave, duhet të kenë kujdes me helmetën. Pa helmet nuk lëvizet në rrugë,
pa pajisje edhe një motor që jetë në gjendje teknike në rregull. Edhe të në Kosovë duhet të kemi kujdes për shkak të infrastrukturës që u cek më herët, që këtu shpesher në rrugë tona ka zhavor që ti nuk mundesh me vrejt, edhe është shumë rrezikshme për motocikletat, vaj në rrugë, edhe punimet në rrugë të cilat nuk ka sinjalistik që ka punime në rrugë dhe për neve është shumë rrezikshme. Por për këtë pjesë foli eksperti aty në zyre që mos ta zgjasë më shumë, unë të flas për sigurinë në komunikacion më shumë. Këtë pjesës që me banë edhe pyetjen për mu pajis me patent shofer. E vrej një vetësim të prindërit që mund po pëlqen kohë të fundit që fëmijët e tyre të cilët kanë dëshirë të kenë një motocikletë, ata mas pari po dojnë një pajis me patent shofer, edhe gjë është shumë e mirë që i njek ato e mësojnë që është motocikleta në bas një njeri që është adekuat për motocikletën. Sa keni vrejtur pra që respektohet pra gjitha këto udhëzime të cilët mësohen pra gjatë kohës sa duhet të bërë ushtrime për të pajisur me një leje përkatëse. Sa respektohen pra rregullat edhe cilat janë ato gabimet që ju ndoshta keni vrejtur edhe si instruktor kur jeni në rrugë që bëjnë motoristët ose persona që ngasin motocikleta të ndryshme, cilat janë ato gabimet themi që bëhen më shpesh nga ana e tyre? Ose neglizhencat që bëhen, që mund t'jenë pastaj me pasoja. Gabimet të cilat motociklistit, po flas një gabimet të cilat i bëjnë motociklistit dhe në pjesën e dytë do të më fol për gabimet që i bëjnë veturat në raport me motocikletat ose pjesëmarrësit tjerë. Motoristët shpesher i kanë të kalimet e shpeshta në vend e pa vend, mos mbajtja e distancës me mjetin përpara dhe mos respektimi i rregullave në komunikacion. Sidomos kur ka filluar tash kjo kampanja e policisë për helmetat dhe motocikletat vren një vetësim për helmetat. Niku ka qenë helmeta ka qenë as nuk ka ble një motocikletë, por nuk ka pas kur një helmet, vetëm është e tij. Kjo është gabimet më të mëdha që mund i bë motoristit shpeshherë. Këta shpejtësia është e madhe që një motoциклist dhe distanca që e bën të jetë shumë i rrezikshëm ose të kalimi në zona ku nuk lejohet dhe nuk ka fushpamje që ai me bëni të kalim sigurt. Që ta bëni të kalim sigurt, mbajtja e distancës le të jetë në rregull, motocikleta le të jetë e pajisje dhe le të ketë një frenim shumë të mirë, ai nuk besoj që do të ketë. Shka i përket motociklistit që duhet të ketë kujdes ai vet është se pjesëmarrësit e tjerë gjatë kyçeve në kryqëzime bëjnë kyçe jo të rregullta, për arsye se shpesh kur pyetën thonë nuk vrehet motocikleta. Për këtë arsye thamë se motociklistit të kenë shumë pajisje reflektuese në motocikletë që të vrehen sa më larg nga pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. Kështu është një siguri bazike për ta. Shpesh ka filluar edhe kjo tash të jetë pak prezente që nikuhet nuk ka qenë. Pjesëmarrësit e tjerë që e dëmtojnë motocikletën janë çdo kur nuk respektojnë edhe siç tha pa herët eksperti në zyre që aty në zyrën e juaj kur në studio kur tha që mentaliteti është shumë i vrazhë. Neve nuk na shohin si dëshirueshëm në komunikacion shpesh kur jemi si motociklist. Kjo na pengon, po shpesh dim të jem me rujt vetëm për shkak se jemi me dy rrota. Kjo kryqëzimet e shpeshta në komunikacion kur janë urban i lus motocikletat kanë kujdes për shkak se kyçjet nuk janë të rregulla nga vetura. Shpesh herë deri tek aksidenti, pra zotë Morina, për i motocikletave të ndryshme vjen edhe për nga shpejtësia e madhe dhe humbja e kontrollit të mjetit. Përmendet edhe mentalitetin në fillim. Pra, kemi kjo vjen për shkak të një vetbesimi të tepërt, për shkak të adrenalinës, apo për shkak të ndonjë frike momentale që pastaj mund të ndikojë në humbjen e orientimit dhe daljen pra të mjetit nga kontrolli. Nuk e di këto, është zor me gjetë këto që i thatë jo, për arsye se çdo të bëhet një anketë. Të kemi matje. Nuk kemi matje? Nuk e dim na, se s'ka bo kërkush një anket, mi marë motoristat edhe mi pyt ti kur ta ngas me shpejtësi të lartë, a ngas se rezultat që njihesh burthi edhe dënë me lëviz shpejt, a ekipe adrenaline që se kupton kur vjen ajo, që është
kishë me qenë ma normale se e para, apo qka është arsyeja pse e bëndi këto? A nuk je vetëdijshëm që më shmu gjëbit, ose mi shkaktu vetës tane lëndime serioze, thjesht ishdasht dikush të merret me një anketë të tillë. Në anketa në komunikacion kemi shumë pak, por mos më thonë pare. S'kem heq. Për shembull, unë do të kisha dalë në qytet dhe do të kisha bën një anketë, mi pyet qytetarët, çka ju pengon mos më prit në semafor? Ose sa i respektoni vendkalimet adekuate, aty ku duhet më dalë. E njëjtat pyetje tash motoristave në këtë rast në pyetjen tënde. Nuk dihet kjo. Mirë po une një qka ma shumë ti mbinë që është mos edukata. Jemi popull i pa edukum në komunikacion. Së fundi ku më fillu me folë kështu se deri pak para disa mujve kemi folë me një gjuhë tjetër, kemi thonë që pashqicioni, jo, s'ka ma pashqicioni. Ky popull duhet mu vedisu në komunikacion sepse u shkatru njerëz. Imagjinone prej vitit 2000 deri sot i kena ka 150 persona çdo vit vdekun. E deni statistikën këta ju? 150 persona në fakt kemi kërkuar edhe të dhëna nga policia, por janë të vdekur. Unë lexova si statistikë, tash s'po di, prap nuk më thonë ai është shumë i sigurt tam jo, sepse si kam statistikat e mia, po ata që ka lexova pej mediave elektronike, u flet që prej vitit 2000, do të pi pas luftës, e deri në 2026 ne kemi 150 persona çdo vit. Gjendje lufte, kaos. E ju keni vrejt komunikacionin të na, kur gjë nuk të nxon me një vend që tenton mu bo pjesë e Evropës. Kur gjë të përnxon kjo. Imagjinoj një Amerikane e ndonë komunikacionin shumë mirë. Ajo është profesor doktor e komunikacionit, thot komunikacioni është policia, inxhinieri edhe individi. Në çdo tri fusha, në cilën na jena mirë. Që këtë qytetarë përja bëjt që të pyte kush është të më dëgju mu sot, ose të më po. Në cilat fusha na jem mirë që thojmë jemi në regull. Te inxhinieri, po nisa pëj bekimit, pëj veta njejs. A jam mirën e? Sa i respektojmë në regullat, sa kemi bo na për komunikacionin, inxhinierët, në përgjithësi të komunikacionit. Aty ku i ka dhonë mundësia. Kthehemi tash, policia, sa u dalë në komunikacion edhe nuk e ka neglizhu pozitën e vetë për çka është atë. Edhe treta, individi. Sa jem të edukum na me komunikacionin me thonë që shka. Mu së më interesën, am gjobit dikush ajo. Une nuk e shkeli që të regull të komunikacionin sepse jem njeri. E qëto tri pyetje t'ja bojmë se cilëve të vetës tonë. Nuk mundet mu përjashtu kërkush as një qytetar për që një tri pyetjeve. Se ja o polic, ja është inxhinier, ja është person pjesëmarrës në komunikacion. Po... Qështë të ndoj ka jo? Aja thike, me një moment kur ti shkon me një vend, edhe shet gjendje kaotike komunikacioni, qa i vend në pak i kulturu? Pak i kulturu. Po, qëfar mund të kulturoj këtë vend, themi në komunikacion. Sa janë, themi, sinjalistika në rrugë, por edhe gjobat ndikuse për ulljen e komunikacionit aktualisht që i kemi. Do të lidhesha edhe me diçka tjetër që përmendet shumë vendet të Evropës që kanë reguluar mirë këtë punë, por shohim shumë nga diaspora jonë që jetojnë në këto vende, por në momentin që vinë në Kosovë nuk respektojnë asë regullat më të thjeshta të komunikacionit. Janë raportuar në media shumë fotografi të ndryshme. E din ata që s'ka regull të? Do me thënë, ku po qalon problemi? E din ata që këtu nuk ka regull. Ata kulturën e kanë, po nuk po e zbatojnë kur janë këtu. Se zakonisht ju gazetarë të sartë më bën një pyetje muë, ose ku kumë pasë rastin me rastis, tani si pas juve. E unë pja bëj pyetjen, si pas meje, unë qaj ku më vrejt problematika në komunikacion që ndronë që ne kena një polici shumë dhe mele. Policia jonë thëtë sot i ku më bo 1.000 gjoba, 2.000. Po të nuk jem në rendiment me një fabrik të këpucave ku i përdojmë 5.000 këpuca se që kemi treg. Ja, sa kjo kështu. Kjo është sot ka nevoj. Sot ka nevoj. Imaginoj për marrë shambull Austrinë.
Në Austri kishe 75 euro me dollë në vend ku nuk ka vend kalim të mësorëve. Gjoba. 300 euro dhe në 400 mu parku pa regull. Parkingi pa regull. Qka bën policia? Imaginaj, policia jonë, qka une e vrej, se për ditë jetoj me këto. Del ka rruga Pëzom, rruga të Xhamia Llapit. Kitë janë të parku pa regull dhe ta. Edhe tash policia del, e ndeza alarmin, ata shkojnë. Qka bone? Mas 5 minuta gjendja njëjtë. Ja, ti ke hup kuptimin si polic, o zotëri. Ti si të i bo detyrën mirë, më falë. Që kjo nuk është me kry punën që shduhet. Jo, ata duhet me bloku rrugën, krejt ata, qka janë ndalu, ashtu këta kanë me morë gjobë. Pastaj, a vedisosh, ti as vedisosh, s'ti interesant ty, nuk është detyre policit me vedisu qytetarin. Detyre policit është me kry punën e vetë në teren. Këtu përfundon logjika, pastaj merren tjetër kush merret me gjona tjera. Do të thotë, kjo është faktori numër 1. Unë sado ta kam mirë në studio bashkë me neve. Sado t'ja kom qëllu temave. Ku shkon kjo fjalë? Kërkon. Bashkë kërkon kjo shkon. E ta shka me bo, duhet me bo që mi më ullë krerët e policisë, ata që i dalin e liqesin policët e vetë në për rrugë më onë, dhe gjani, që kjo që shtu ma duhet me marë fund. Hajde, puna parë. E dyta, hajde inteligencë artificiale, radarat, gjdo kun, kamerat, gjdo kun. E jo të ashti me nejt në kamera atje gjithë ditën ose me nejt në telefon, e kur mos mi kontrolu ato. Jo, ti dush me dhonë raport mrena javor, sa gjoba kanor për mes kamera. Edhe, hajde të analizojmë qysh muj me ngrit vedien e këti populli. Ne kena pas bo një kampanjë me shkollu profesorët edhe arsimtarët edhe mësusët e nivelit parashkollor deri taj para universitar. Që landën e komunikacionit të futën mrena programit shkollor se ndryshe nuk ka mundësi me jetës për para. Kështu ka bo konventa e Vjenës, ose po dalim na për konventës Vjenës dhe i grahëm na që banë që kena bo deri sot. Besart, Sam, do doja dhja cilat janë përmendëm pra procedurën që duhet ndjekur për të ardhur deri ti je përgatitur për të vozitur pra një motor ose një motociklet. Dua di edhe cilat janë kushtet në fakt që duhet t'i plotësoj një person që të bëj një përgatitje të tillë. Pra kam fjalën për kushte fizike, kushte psiqike dhe ndoshta kushte ndryshme shëndetësore që duhet t'i plotësoj për të qenë i gatshëm për të vozitur një mjet të tillë. Këto kushte i përcakton ordinancat që janë specializuar për këtë pjesë. Ne ajo certifikat e cila vjen nga mjeku ne na tregon se ky person është i aftë ose s'është i aftë. Po cilat janë ato që duhet t'i plotësoj, pra cilat janë ato teste që duhet sjellen pra tek ju në mënyrë që ju pastaj të vazhdoni tutje me përgatitjen e atij personi? Ai duhet përgatitet në aspektin e teorisë, teorikisht në ligjëratat e cilat janë destinuar për motocikleta në autoshkollë dhe dal në pjesë praktike e cila pjesa e parë është me poligonin, kurse pjesa e dytë është ngasja në qytet dhe jashtë qytetit, e cila përcillet me mjetin e autoshkollës, cilat duhet të jetë në lidhje me audio, që të jetë edhe të jetë një ngasje pak më e sigurt ta sigurojmë motocikletën para me pjesën mbrapa me veturën e autoshkollës. Shpesher ka pasur edhe raportime të tilla për sa i përket marrjes patent shoferit, nëse ka qenë një vlerësim real, nëse vërtet ata persona kanë qenë të përgatitur dhe kanë marrë me të vërtet me merit një leje të tillë. Çfarë mund të dim nga ana juaj, në fakt, sa janë këto përgatitje reale dhe sa janë me të vërtet këta kandidat të gatshëm për të dalë në rrugë pas marrjes patent shoferit? Una sajna më pëlqeu kur folën aty kep tema që si duhet të vedisohemi. Ky vedisim i personit vjen mas pari nga familja, pjesa dytë është shkolla që la tha që duhet të jetë temë ose lanë në shkolla që të jetë komunikacioni, si një nxënës ta kaloj rrugën, si të kalohet të jetë temë aktuale në shkolla për komunikacioni. E dyta është autoshkolla që la përgatit për komunikacion, dhe e treta e cila janë institucionet.
unë kisha thonë, këto faza do të me kalu një shofer shumë i mirë. E para që jep edukatën është familja, e dyta në shkollë të ketë përgatitje bazike për komunikacioni, si kalohet rruga, si shkollë në shkollë, si kthehet nga shkolla, edhe disa shenjat komunikacionit që kur vjen autoshkolla është pak i përgatitur, edhe ka informacione pak bazike për komunikacionin. Kështu që në autoshkollë njeh trajnimet më profesionale, bëhet gati teorikisht dhe praktikisht, shkohet në provime institucionale. Pjesën e fundit e certifikojnë institucionet e cilat e përgatitin a është apo s'është i aftë për rrugë. Dua në të kaluarën ka pasur mjaft shumë raportime nëse patent shoferët pra merren me merit apo janë me të vërtet gatshëm pra kandidatët për të dalë në rrugë. Ka blerje të patent shoferëve sot, çfarë mund të themi nga ana juaj? Nuk mendoj ashtu, po shumë shoferat të ri tash përgatiten me kushte shumë mira, autoshkollat kanë punë shumë kushte të mira, automjetet mira në rrugë, përgatitet vjen certifikohet në patent shofer, kur dhe në rrugë nga askush nuk respektohet. Ti jetonin në Prishtinë ose e shinin qendrat urbane, hyni pjesëmarrës i mirë në rregull dhe njeh përparësinë e kalimit, mundesh me një aty në vend aty kush nuk të respekton kush. Ai nderuni nuk don me bon rregull aty, se s'është rregull, është policia që ta pak më herët personi aty në studinë e juaj, i cili mirret me këto policia del te semaforat që hyjnë të kuqen, në radhë rrotullim se respektohet përparësia e kalimit, merren. Edhe një shofer i mirë, sa do të jetë shofer i mirë, kur shkon me një qendër urbane, që është Prishtina, duhet më përshtat atij terrenit që funksionon komunikacioni, përndryshe ti nuk mundesh me funksionu. Duhet më përshtat terrenit. A ju përshtatet secili? Po kë nuk po thotë se duhet më përshtat terrenit që është mirë terreni. Nuk po thonë se duhet më përshtat. Jo, po, në fakt, kështu është mënyra se si funksionon edhe shpesh herë kemi dëgjuar këtë që bën që shpo bojnë krejt, por ndryshe kemi mbet aty dhe s'kemi mujt me hyj as në rreth. Ka raste kur unë jap dikujt një përparësi, se unë kam përparësi, po është në situatë jo favorshme, jam mundsoj kyçin, mas ti nuk nolet kërkosh më. Ose je i sjellshëm ti. Ose je i sjellshëm ti. Jap ti përparësi, po ai, po. Unë shpesh herë na vjen jam shumë orë në vetur, kur na jemi me autoshkollë, i kem bishkrimet që jemi autoshkollë, e kem shkruar ekstra, e kena bërë tabelat mbrapa, kujdes autoshkolla, që me konë e lexueshme për të gjithë, edhe nuk na respektojnë as atë pjesë. Ai thotë sa dëm tani që s'po dini me ngasa. Edhe shpesh herë që drejtori thotë pse ti e mëson këto kur s'dish për veti. Ajo është nxonsi, ti duhet me lënë edhe mjofik automjeti, kanë edhe me gabuti ku leçë me kuptu gabimin, por vetësimi edukata mungon nga pjesëmarrësit tjerë. Ka raste kur edhe nxonsi duhet me qetësu, sa i ka bërtit shumë, është ka frin komunikacion, jena të punu në pjesë, duhet me qetësu, me nolë orën, me vazhdu, me pjesën tjetër, me marrë me psiqik, jo me edukatën komunikacion. Kjo i bjens? Jem të jetë në rrugë me përparësi kalimi një shembull konkret, vjen nga ona e djathtë po e majt, esha e kjerë në autoshkollës, del ta kput rrugën nga rrugat tërthorazi, se ai mendon se babakia autoshkolla ka 2 përfrena. Autoshkolla ka 2 pedale, njët sigurisë, njët shoferi që vozit, nuk jep 2 përfrena, i kena 2 pedale. Por ajo që çudit në fakt më shumë me këtë, sepse gjithë jemi çdo ditë në komunikacion, është se gjithë këta janë pajisur me patent shofer. Kanë kryer pra orë në autoshkollë, janë mësuar me rregullat, kanë kaluar testin me shkrim, kanë kaluar vozitjen, po si ka mundësi që kalohet testi pa mësuar rregullat? Po këta e kanë marrë. Shumë shofera të mirë dëmtohen, aja shpreha ofër digjet edhe ai njohemi aty afër. Shumë shoferat të mirë, kum pa përgatit shumë nxënësa të mirë, kum po në rrugë, kum po gjest ju të mirë tina, kum kontaktu me to pse është bën edhe ai sigurt gjithë tjerë. E ka shumë shumica. A ke pyet në herë njerëz? Unë mendoj që vetësimi më i madh është me xhoba në trafik, siç ju ndëgjova më vëmendje kur than konfiskimi patentat ka filluar të jetë shumë prezentash, shumë ata keqbërës në komunikacion janë duke u patentat. Në komunikacion policia janë pak janë fillu me boni punë më të mirë, pajtona se janë demela, po janë të boni punë pak më të mirë dhe ka shpesher civil në kryqëzime me semafora dhe në kryqëzime me rrethotullim ata të cilët ndrojnë shitin në mënyrë jo të mirë dhe bojnë gara shpejtësie qytetin, i cili është me pjesëmarrës të ndryshëm në komunikacion duhet pas shumë kujdes, sidomos në zonat urbane. Rreziku më i madh është pas orës 12.
që është shumë rrezik me dalë në komunikacion. Qoftë komësor, qoftë në automobil. Pas orës 12 të ditës? Pas orës 12 natës. Natës? Po, së është zhvillohet një shpejtësi lëvizjes pa fre, se s'ka inteligencë artificiale, po ju si qytetare, e keni pyet dikon në qytet, ka do kuft, nisu pej këtu ku jemi, edhe pyet shoqe, familjar, shoktu, kolegë pune, cili person e ka marrë patent shoferin pa pagesë? Pse të dërgon dikush drejt? Po mu po. Ty po, mu jo. Une isha një herë doktorish, edhe pse më kanë, edhe pse dikush për familjarëve të mi, si do mos gruja eme më ka këshillu që mos me thonë një gjatë tillë, po prapë s'po muj me najtë pa e thonë, doktorisha thot, une ku marrë patent shoferin me pagesë. E pranon? Analisht me analizu. Pra, ekziston akoma një dukuri e tjilë. Kur është pajisa me patent shofer, s'po më intereson. Po mu po më intereson intelektualiteti i saj. A mund është me kuptu një njeri cili jep gjerdet provime në fakultet mjekësis, edhe nuk mundet me marrë një patent shofer me merit, intelektual, edhin ti që s'ka lëtë njerës që ka mu në shokët mi, që jenë intelektuali edhe më thirë në telefon, më thonë qysh me gjithë një njeri me marrë patent shoferin me pagesë për grunë, për dhomë, për këto, për ato. Ku pi marrin këta njerës të patent shofera? Edhin ti që ka njeri që është avokat, e nuk e respekton regullën e përparësisë të kalimit, po henë në rrugë një kashe për dit, edhe onë e shohë për dit ato. A për kupton ku është gjendja jonë, na shpirtnisht jemi rëb të mos respektimit të komunikacionit. A për kupton, kjo nuk ka mosh, kjo nuk ka profesion, së mbarmi as për mosh, as për profesioni këto. Këtu mbarmi për shpirtit tonë, për edukatës tonë. Qëta jemi na? Na duhet me qinë si përfaqe njerë, këtë kush jemi, pas taj me fillu me mjeku. Na duhet me ditë diagnozën, se të mjeku kush kështë, të ke po ta përcaktën diagnozën, pas ta e ilaqin. Na ilaqin e kemë, po duhet me qitë diagnozën për mi. Imaginaj, vendet e skandinave gjobitën në bazë të ardhërave. Anglia, për shembull, ka milionera që në Angli me gjobiti me pare shalen shaj. Ka dhe këtu të na. Tilë. Mendoni që duhet një praktike tjilë? Angles të bojnë ndryshe. E qisin me mledhë letra kur ka aksion. Ai e merë kisën e zezë, edhe merë atë moshën, edhe del mledhë letra në për qytet për mi dhonë patent shoferi. Për zotin, unë nuk kam ndorë. Unë do të kësha bodhe me gjobë, po edhe me borë. Duhet, kur je përsëritës, i veprës, duhet me bodhe me borë. Se na duhet me fillu me mjeku këtë popull. Mirë po, jo çdo lizi bje çdo populli. Nuk i bjen lizi Evropës ti populli. Për momentin si bjen. Unë që ako mujtë me studiu, pejt 2006-ës, bëj projekte të rrugëve, edhe mirëna me komunikacion. Edhe ma heret, po 2006-a jem e kom kry fakultetin. Që këj popull, qëti popullin nuk i bje lizi Evropës. Faleminderit shumë për diskutimin në studio, për gjitha informacionet dhe që qëndam bashkë dhe uroj që kemi edhe hera tjera, për shumë këshilla, pasi që gjithmonë janë të nevojshme dhe asnjëherë të tepërta. Faleminderit edhe një herë të dy.